okej, çka I vyni biznesi për me ecë, shumë interesant për entrepreneurship në sen që Pse është më rëndësi për ty? nevoja o konë qysh me introduce SEO që është booming në kompanitë më të mëdha te kompanitë më të vogla të mesme. I kemi hub se na konë tajt me një anchor. Përshëndetje, unë jam Jeta Zagraqa. Sot në intervistën e radhës jam me zotin Blendrit Elezaj prej taktikës. Blendrit, mirë se ke ardhur. Mirë se Kemi me zhvillu një bisedë kështu të lirë rreth ngritjes tonde si ndërmarrës, rrugtimet, këshillat që mund t'i japim edhe trive që mund të synojnë këtë si rrugtim personal. Nëse mund është pak na fal kush je, prej ka ke ardhur, shkollime, edhe ndoshta një snapshot kështu të bizneseve që I ke tash. Po. Unë jam Blendrit Elezaj, vi prej tamam kështu jam I Klinës, qytetit vogël, kush e din. Është në rrafsh të Kaxhinit, atje familja komplet kemi fillu jetën prej një katuni atje, tani jemi dorë në qytet, ka dole baba e ka gjetë një punë në Prishtinë, edhe si shumica prej nesh jemi zhvendos këtu pas luftës, edhe unë kum biju shkollimin në Prishtinë, pastaj pata pos fatin me fitu një farë burse që e një edhe te Kosovo American Education Fund, që më ka dhonë pak mundësi me shku një 2 vjetë në Amerikë, me mësu tamam masterin në Business Administration atje, edhe kur jam kthy, kum pos edhe para edhe mas përvoj punë profesionale në disa kompani, dikur e kum pos normal me që të farë ekspozimin që e merë në kompani, e sene e kum vrejt ka dalë që jënë qëto sene që jënë shumica e bizneseve, jënë këtë gjatë thjeshta kur ti këshyr shto pjesë çka bojnë, edhe kum thonë hajte përvoj edhe unë bashkë me qatë grupin e njerëzve rreth meje të zhvillojmë diçka bashk. Taktika ka qenë një projekt që kemi fillu me vllahun në vitin 2017. Ajo është technical guy, do me thonë, është profesionist I marketingut, I sales në atë kohë, edhe unë jam ajo pjesa e shitjes, e menaxhimit e çto, edhe pa të bëni kombinim, ti din me bo çto, unë e di me gjetë një klient, hajde të provojmë. Që kjo konë starti. Tash taktika është një kompani që I ka dikun 40 punëtorë, ka faza që jemi konë matë mdhej, ka faza që jemi konë edhe matë vogël, po që ta që kemi gjetë një farë stabiliteti mas sopi bjen gati 8 vjetë që jemi në treg, edhe qështu, në ndërkohë, normal, gjatë këtyne viteve, kemi testu sene tjera, kur të kryen një farë bazë një ven, fillon me menu, hajtë provojmë edhe sene tjera, njëti model, sene thjeshta që dimi bo, që nuk kushtojnë shumë, se si kemi në arenet me bo produkte inovative, multimillion investment, asit, edhe kemi testu gjonat ndryshme, për momenti jemi testu disa, që avlen me diskutu është Geek Education, është një platformë ngjashëm me Udemy, që po mënohemi me lancun tregjet të ndryshme, kemi fillu testin në Kosovë, mirë të shku për fillim, edhe outsource është një iniciativë tjetër, ato e kemi fillu para një viti e gjys, edhe e kemi shty pak vetë, tani në kanë bashkan gjitë disa prej klientëve taktikës, për me shty taman, edhe ajo ka ecë këgja mirë, edhe aty ka mrena viti 2025, ka shku dikon 25 persona, staffing business është ajo, taman staffing të resurseve, development, team members në marketing për kompani amerikane. Po, këto do është me të pyet, me të dy kompanit për cilat trizë për I shërbani më shumë? Po, shumicën e aktivitetit e kemi në Amerikë. Do me thonë taktika I ka dikon nështë 60 klienta, më me thonë 50 janë Amerikë. Nuk është që kemi në I lidhje në Amerikë, kër e kemi fillu, po të regoj drejt njëna prej mënyra e mojnë men dy klientat e polin konë Upwork clients. Upwork I tash shumë e famshme atër së konë që e famshme, bile ka posë emnin Odeska që të dyshysh. Edhe e pa të moni klient 2, vlau e menagjeke vetë, I thash ka dalë se që tash kena mundësi, apo din me menagju, po, so për të merë ku qkaq. So ko senet që s'ki nevoj me i boti, 60%, fine. Qatë 60% hajde të delegojmë. Që shtoja ka njës, do me thonë është super simple, edhe menej që shumë storje që I kem na janë bashkë qështu. Po problemi tani është, 2 e kim bo 4, pse pa të mqel një farë minizyre, bile baba e pat pos një banes të vogën, a pat shu me qira, I hopëm. Keni pagu qira. Po, I hopëm, do me thonë, I hopëm krejt klientat. I morëm 2 interna, unë e aj, që kam e botash. Edhe, do me thonë, ja gëna njës qështu amaterski. Po, ka ecë mirë tani. Qka I vyni biznese për me ecë, na vynë me gjithë klienta, of course.
hiç kit këtu sene operacionale as kanë fort vlerë, e shishim na atëherë se e bënëm një ekip këgjat mirë, do djem çika talentuar me dy në fillim, ju kon faktikisht. Po kënej klienta ski. Mole, çka më botash? Outreach, aplikon apor, shkruaju njerëzve, kanë njefsha, as do të si njefsha çash mirë profesora, shkruajsha. Domethënë desperate mode. No, hustler mode. Po, hustler mode. Çashtu bëhet biznesi. Një e mirë është që do t'i kishim do si puna. Tash edhe qëto nëse jemi aty targetu audiencë njerëz që të menua çka më bë. Unë im kon në një situatë shumë mirë, im kon në një kompani konsulente këtu, që është shumë e emën, hala, ku post një pozit mirë, pagën e ku post mirë, edhe vllai e bëj një punë kështu full time. Këto kemi thonë, hajde tash na nuk kena në familjen tonë ashtu lindë ndërmarrësisë. Domethënë s'kena pikujt më inspiru, ose me thonë, qëre, ky ka hi, ka rreziku. Na kemi hi, tamam kështu të partë në shta. Ma sa kohë prej që Eneset kështu si sidekick, i latë punat e rregullta, me rrugat mira. Me rrugat mira, tash, nëse shkoj tamam timeline, 10 orë 2017 kemi qelë taktiken, unë në maj vendosa me lanë qatë punë, edhe e lash. Edhe ajo kon një farë vendimi i meqëm, se su kon ashtu thesha adin që është për rrezikoj, e gjej një punë gjashme me që ato, edhe po në momentin që e lash ato, më kontaktun u kon atër një projekt FamCatch në Kosovë, po e ka posem një Contour Global kompania, Kosova e re projekti, edhe thanë, hej, jena të e botër më centrali më atëri në ven, që kjo është objektivi, që të e nasi mega projekt. Ta shëne aty, kjo ndërmarësia është një, na jemi shumë egoist, si new professionals, apo du me bo biznesnemen, apo du me kon pjesë një farë mega projekti, ku jem të menagju 1 miliard e 300 milion u kon projekti. Do me thonë, unë jem kon si commercial manager local i këto, edhe ajo më greke, edhe pranova, plus kushtet kënë next level, edhe thama di qka relent vlo, vazhdo ti, normalin i më isha, komponun të në kohën, ma shumë e sales, bjanë qitë në klient, po edhe një vjetë unë se këmë leon tani. Do me thonë, dej në gusht, do me thonë një vjetë gjys, këmë punu 2 puna. Po. Edhe aj ka punu qatë puna, ajo kone se o rol, kështu që faktikisht su konë problem me menagju, po ti konë një vjetë gjys, me thonë, mas asoj. Unë e kom një, kjo nashta është e streq, shumica e lojnë ma herët, por neve nuk handoshash. E mojnë men kur e pata lon qatë punën Contour Global, ajo e qarja ma bike, ai sigur të ke që i të e lon, se për një mes si më konë renet për me lon. Kështu, anyways. Po në sigurisht nuk e ke ra pishman që e ke boat ndori për mu fokusu, apo nështë a i ke ra? Jo, çfarë. Tash, du të me këshu pak, jenë të farë grafe, tash, kjo karriera profesionale, unë i këshyri pak kështu sene, është qështë të qysh. Kjo janë niske startin e ka pos ma poshtë, ka e monet më shku haljo ma poshtë, po potencialin e exponential growth e ko shumë atë madhë. Edhe tash që ato e dojsha që atë moment. E poshtë, një vjetë e provova qatë projektin e madhë që atë, se s'ke na i farë big deal-i. Shumë interesant për entrepreneurship, një sen që për mu konë the biggest lesson është sen e doken shumë atë komplikume se që janë. Sin ndërmarësi, sin puna, it all boils down to, që ka vjen fund është një listë taskave që jenë të menu me mirë njëna mas tjetërës, që dush mi planifiku edhe mi bo. Qaq është? Nuk ka aty në i farë normal nësi inxinjera, diçka tjetër, po jem të full për që si gjithë lëkë si une, shumice janë të dome në qësit tasks. Edhe po një kështu pak, po mendoj, sidomos kur e keni nisë në shta taktikën, dy që ju solve for an opportunity, apo keni po një mundësi ku mundi me multipliku efektin punën e juj, të vllaut si profesionist, me deleguat punën më rutinore në shta, apo çfarë probleme, edhe tash me outsourcing, çfarë probleme keni po që po tani me zgjidhje, pse është më rëndësi për ty? Po në atë kohë, që optimizimi për rankimin në Kosovë ende nuk është relevante, në Amerikë u konë shumë relevante. Halo është, po në atë kohë edhe u konë shumë letë me u ranku. Edhe shishim që ka demand shumë, profesionista në rajon s'ka posat shumë, letë me gjithë puna u konë, relativisht letë krasim e sëtë, për shembull. Edhe të ishim hej, është një problem, there is a need, njerëz janë të pagu për to, nuk jënë konë tash normal që ata klientat e Upworkit për shembull, ata së që paguishin shumë, po për neve ishin mjaftueshëm.
Edhe avantazhi i kostës normal. Nëse Nissan ka kushtu në Amerikë një shërbim mujor i seos 2.000, 3.000, 5.000, na i nakon një e treta e soj, një e katërta e soj. Që edhe matematikisht për ta kish sens, po unë tash pisha pe asojone që hej, çdo kompani kanë të njëjtat nevoja, shumica aty ne dojnë me provu, po s'janë willing me investu tash 2, 3, 4, 5.000, na janë willing me investu 500. A vëden? Hajde ti bojna pakët që janë më të prekshme, edhe rritemi me ta. Në fillim shumë i kena posa si projekte. Do me thonë janë entry level clients që s'kan prejk në botën e SEO-s, kena shti pak me shti gishtat në ujë, me provu a është ftoft, edhe mandena shumë për ty në halojën sot me neve. Interesant. Që ata të parë disa. Edhe qështu, nevoja o konë qysh me introduce SEO-n që ish booming në kompanit më të mëdha te kompanit më të vogla të mesme. Me nej që nëse i çdosh me paketu ç'ke ish konë. Edhe në një formë që është cost effective, edhe qështu. Vlindri tha që në fillim e keni nisë kështu të po të bu. Po. Dhe me thonë, qka po funksionon ose me outreach, te profesora, te kënda që e një, dhe me thonë, që e për një me që zakonisht është qasja në bizniset reja, ku ti provon me bo diçka prej rredzimit tënë. Po, që e keni paketu, definu, matutje, konkretizu vizionin e kompanisë të rritë, më thonë, a kam pas ashtu momente ku keni thonë, tash kemi arrit me vendos qëtë bazament, pidim që to, pidim që as po funksionon, tash po dojmë bo diçka ma shumë. Diçka tjetër. Që ka evolu që kjo vizioni bizniset me ko? Zakonisht që kjo taktika me ne që është situata me shumë kompani, që do të më përshtat shumë, nuk jena nësi veni, ka raste ta shumë mira që jenë profilizu, po ku më nëshë më profilizu dhe me thonë unë e bëj qëto edhe that's it. Ne në fillim e kemi pas qatë tentativ, po e kemi vrejt që jena të hub, se tash kishim mundësi më zgjeru, shumë a letë të më zgjeru mrena një klienti, se më shku mi gjithë 20 klientat njëjtë. A vëden? Edhe tash e shishim, okej, shumica klientave që i kemi, se o mirë, do e pon benefitin, do i hopën për shkak të asaj. Te dyjat, është një mundësi, është një oportunitet, ashtu me thonë. Te ata që i kemi hub se jena konë tajt me një anchor. Do me thonë, e ke pos veç një asi në ujë, anchors up. Po, ti mund është mishtu dhe një pes, që me bo me të thy që ajo është prap në vend. Diversifikimi. Diversifikimi o konë shumë e rëndësishëm për me lidh ma fell klientin. Okej, SEO s'po të funksionon. Pse s'po funksionon? Po, se unë e përdu short term results. SEO është pak ma long term, kështu. Mirë, që ka short term për ty? Ka ads, ka outreach, ka organic, në të ku konë reach-i organic, ku konë ma i nalt. Hajde ti mësojmë shtu sene se përshojmë që klientat kanë mixed needs, edhe pëse mësë po na që i venik që vinë për gjithë shka marketing. Që shtoja pat njës ideja për mi lidh ma mirë, edhe klientat eksistent, edhe mësë mi hu klientat potencial. Do me thonë o konë, po ashtu një levizje eksistenciale, po që shtu duhet me menu si pas meje. Edhe sot e kësoj ditë në alo, tash për shemë AI, bese e keni dhe ju tim relevante. Qysh në ndikën AI neve, i kena dikën 560 dhe 30 klienta janë me SEO first type clients. Qëka kemi me bo me ta tash? Halo se kom përgjigjen, po që kjo është tash një situatë prap krize, ku duhet me menu, a mi mojtë SEO, a mi thonë a se ofrojmë o SEO, a që ku e kini pako krye self-service, që shto, që si loj, po du me thonë gjatë, kemi post disa që si momente, ku kemi thonë, tash du mi më bo eksperta të social media, të graphic design, se në që unë edhe vlo, tash a i të po, për që aty në dy roleve, asë një unë i se kena qatë ekspertiz. Shka të shtu normal njerës që janë profesionist që ato fusha edhe krija kredibilitet në qëtu. Shumë mirë se po më bërë një tranzicion të mirë në pyetjen tjetër. Qësh e keni ndërtu që të ekipin? Qa po lypni, qa keni lyp? Qësh ka ndryshu në shta nevojat? Qa keni kërku në njerës më përpara edhe tash në gjatë rritjes biznisit? Në fillim, qësh e përmena, na kemi fillu me praktikant, edhe që ajo konë maksimumi që kena mujt me bo. Une kum punu në qasif kompani ku ku mujtë me shku me morë top people. E ta shpeni qasif situate ku ne mujtë me shku me morë HR-in e Balthin grupit, ku do është me orën e një ku unë jam HR. Të me thonë, kitë senet janë në verzionin e parë, një s'ki pare, dy s'ko njerës për qatu bugjete. Edhe taktika, tu rrit, tu ju forcu bugjeti, tu rrit s'po du me thonë kualiteti stafit, po nivelli i eksperiencës stafit. Se edhe disa prej antarëve që kena pas
në vitet e para tash janë të bos karriera tepër të mira. Po më me thonë, si kompani, forma i ka ndrru një 6-7 herë deri tash. Bile e kemi pas një temë në gjashme për qëto me një t'i kanë qenë njëjnë bashkë. është ajo farë të kompanitë është mos me pas turnover të madh. Unë jam e kundërta asaj praktikisht. Unë mendoj që duhet me pas turnover të vazhdueshëm, bile një low percentage ose i bën që si të urrit ose i ki çaq senet në nivel që is not the case. Ose si të filtru më të mirë ose ata që në industrinë e marketingut njerëz nuk rrinë më shumë se një vjet, 2 vjet e gjys, 3 është diçka wow. Në zemër në situatën kur rrinë 3 vjet, tani duhet me thonë apo avancohesh po vazhdon dikon tjetër. Ose te ose ai, ose ajo. Në rastin e taktikës për më kthy pyetjes, kemi pas shumë ndryshime të nevojave tu bazuar në fillimi kemi pas 5 klientë, kemi menaxhuar në rilindje. Edhe kemi pas punë kryes të nivelit, nëse janë 3 nivele, të nivelit të 3 të punëve. Tani po na vjen dot që menaxhojmë klient direct, client facing. Ajo është një profil tjetër. Ndoshta është designer, po që din me fol me klient, që din me shit punën e vet. Me njëherë ti 90% designerave. Tani është edhe një nivel tjetër që din me fol me klient, din me apo bajat klientit dhe din me thonë, hey, që kjo strategjia ngëm ti mu, jo në ty. Ajo tani është 1% e 1% në Kosovë. Do me thonë, për secilin çtu ka ndru çush kena hajër, edhe halo sot dorën zemër nuk jena te 1% po jena të punu me ekipin eksistent, me u bo që aty. Me disa kemi pas shumë sukses, me disa s'kemi pas, po që kjo është paka shumë. A mund është kështu on top of your head, vish me më kallëzu një 3, shme thonë, virtyte, cilësi të njerëzve që për i lepne? E para dhe kryesorja është me konë me ditë mjaftueshëm çka vyn me mësu. Tash shumica njerëz që i marrim na nuk është që i dinë senet 100%, na kemi marrë për shemb social media managers, shumë kemi hajër në historinë e taktikës. Shumica janë mësuar me një format të Kosovës ku një klient është standardi ka çka poste e bën çto. Te na është shumë ndryshe çka lyp një klient për social media, edhe në atë rast unë të lyp dikon që din me kriju content, se shumica din, po dikush që din me thonë, okay, ka dalë të kuptoj pak çka s'jam të di, që situatë jena të folë me një korporat, ashtu me një person, jena të folë me një kompani amerikane, ku tregu i social media o ma ndryshe, që veç njerëz që din me u përshtat me situatat. E kom vërejt një problem që e komune me trit këtu, është që jenë pak rigid në qësi situata. Unë e di vëlla qëto me bu. Po ti je 23 vjeçar, ti sens din në greater scheme of things. Nalo, këshyre pa klientin, ti jetu e hub klientin, hajtë harro që jenë taktik. Këshyre klienti yti personal qëto. Do me thonë ti po vendos që e hub, për shkak se ti s'po je i gatshëm i përmbush nevojat in line me klientin. Nëse ti prap vendos që s'është ashtu, dorën zemrën si je për me ofru shërbim. Je për një punë ku i ki the fixed deliverables edhe i kryn që ato. Mendoj që ajo është. Po, dorën zemër, 99% rasteve janë çashtu që e thash. Njerëz që janë willing me adopt, që munduan mi kuptu nevojat e klientit, edhe që janë, nuk po du me thonë hard working, se tash s'ki nevojë me konë qash hard working, po me konë strategic in your work. Ma, kena na shumë njerëz në histori taktikës që konë super hard working, kena dhe tjerë që si konë heq hard working, po konë shumë kanë ditë ku me prek klientin, pëndënësin, këndo, për me kry punën e vetë. Kështu që vish me ditë me kry punën. Okay. Sa ka qenë me rëndësi, ose sa është me rëndësi me pas një kultur gjatë rritjes, dhe që ke mujt me qëfar strategji që me thonë, ke përfshi që me mujt me rujt një kultur për diri sa je rritë si biznes? Edhe kjo, krejt këto që po i thua, dhe në puna strategjike vëmendja e... është të na qëta sfida kryesore është taktika mas 8 vjetë, do me thonë, mirë, kemi njerëz shumë taft, kemi një kulturë të mirë të... Tash në Kosovë një problem që menejon që është kultura është me pos evente, me dalë bashkë me kesh, fajn, po është edhe qysh qasemi ndaj dështimit pjesë e kulturës, qysh folim me një tjetën për punë, qëto menej që s'jena mirë, si kulturat kompanive, edhe taktika përfshi ato. Njerëz nuk e marrin përgjithësinë Kosovë feedbackun me konstruktivitet, që është një farë dopsie e popullit sipas meje. Na shtojmë të e përgjithësu tepër, po çashtu e shohune.
Na jena të munu me kriju maturity në ase. Që kjo është sfida projekti 2025-26 i taktikës. Qysh me i bo njerëz ma të pjekun edhe ma accountable. Accountability është njëra prej seneve që jena të munu me adresu. Kulturën jemi të munu me qatë drejtim që hej, na kalojna mirë, kemi tepër qef bashk, bojmë aktivitete, all of that is fine. Po mos harrojmë pse jemi këtu, edhe çka po munumi me arrit. Edhe kjo normale është një farë win-win situation që po munumi me pru që hey, ti nëse del për taktikës nesër ti kime kon gati me punu në një kompani super profesionale se i ki mësu accountability, përgjithshmërinë, edhe qysh me ju qas profesionalisht një problemi, një feedbacku, një çështo. Qysh e sheh kështu çfarë ndikimi ka pas bizneset e tua në ekonominë e Kosovës? Tash, menoj që kam pas ndikim, nuk janë ndaj farë major një pëndhënës shumë i madh në Kosovë, po ndër vite për shembull e përmena taktika, tash mundet më duk si fatkeqësi që kemi ndërru shumë, kemi pas turnover të madh ndër vite për shkak të ndryshimit nevojave tona edhe të ekipës tonë, po më thon që nëse tash jemi 40 edhe ka pas 5 ndryshime, jena të fol dikon 200 plus veta që veç janë punësu, edhe janë dalë edhe tash më thon krejt janë në kompani më të mira se taktika. Që është shumë sukses. Në anën 200 households për me bu pak ma tragjike. Tani edhe ona e trajnimit. Na e kemi pas një farë taktika Digital Marketing Academy, nuk kena të përdur mosë, kena vendos më shku krejt digital me gig. I kemi trajnu dikon 100 veta, 200 veta ndër vite, që edhe ajo është, nuk është shumë numri madh, po edhe ata janë krejt profesionistë, shumica. Qështo, ne outsourcing njëjtë, tash jemi të 45, kemi posë edhe plot projekte që i kemi punësu njerëz on a part-time basis, freelance basis, po menoj që është ndikim këgja i madh. Jo shumë i madh, po... Sigurisht edhe me krejt eksportet që i keni bo, dhe krejt pare që kanë ardhur në vend, janë shpenzu këto, është ngrit në përgjithësi ekonomia. Pare nështë ta që se këshin gjetë rrugën në Kosovë, nështë ta këshin përfundu në Filipinë, dikona, apo në India, diçka. Po, nështë ta kemi mojt njerëz më shumë këto, që është një benefit i madh. Tjetra është disa prej klienta vjen lokal, ose kompani lokale, si puna e na punojnë për shembull, s'pdia, bën me përmend, po Burger King-un për shembull. Burger King-u i punson, s'pdi, nështë 2000 veta në Kosovë, edhe na ju kena një mu rrit atyne. Tash, po këti është indirekt, po na shërbimin kryesor e kemi growth marketing, kështu që ka disa kompanit në gjashme që ju kemi një mu me u rrit. Edhe po bim investime nga jashtë, e përmena outsourci, tash outsourci është kompania amerikane, edhe pse u qeltë këto është startup bile bojnë hajgore, ata që kemi fillu me ta, thojnë sa interesant, outsourci u konë një log edhe të postimin në social media. Exactly, të isha që. Të me thonë, qashtë vynë edhe një pitch të fort, edhe shqitjet mirë tani të qaj personi, qoftë klient, qoftë investitor. Shto. Shumë mirë. Ekosistemin tonë shpesh na, kemi ankesa gjithfare, ekosistemi s'është asnjëherë perfekt me në kërkon, edhe ndërmarrësi e gjenë gjithmonë mënyrën me navigu do sfida të ekosistemit, po nështë ta qështë e kështë përshkru edhe që kështë ndryshu diçka për ekosistemit tonë që i kështë bo më të letë për ndërmarrës të ri që vinë tutje me gjithë rrugën drejt suksesit. E kemi folë shumë shpesh për para këtë pjesën e reservation wage, që është njerës punojnë se ka njerës jashtë që e pagujnë, ta shu kriju një reservation wage tjetër, ku rrogat për do role në qashtë mëgoja që s'ki llogariti me reziku mu bo entrepreneur. Kjo reservation wage dyshe, ja që mi thonë. Edhe vish pak çka është reservation wage? Po, reservation, paga rezervë është, për shembull unë kam kushëri që i mojnë familjarët e tyre jashtë. Ja u çojnë 300 euro në muaj, pja foskat kështu. Edhe ai thot, okay, unë pi marr 300 euro tash, edhe unë s'kam zero përvojë, kum po 30 vjet, si shembull. Edhe tash a me punuone për 400 euro, 500 euro, e mi hub 300, që bimen, a mi fitu 200 euro ekstra për një full-time job, se dykun du t'mja njës, right? Edhe me punu kamarjer, shembull, s'pëdu me nervesu rolin, se unë vetë ku im kun kamarjer një ko, a me nejtë që aty, edhe plët vendosin me nejtë që tash është me liberalizim, me sene njës pak e kanë hub që atëfar, asi se u rrit mundësia e me morë ma shumë, apëten? Po që kjo është, a vendos me punu, a vendos mos me punu. Që ajo është reservation wage për shkak që ki një farë inkumi artificial, tyre artificiale. Ta shkere është ti ki tyre shumë madhe, për shemë dhe ki rrogën pjafoskat 2000 euro.
Nëse ki rrogën 2.000 euro, je developer, i ki 23 vjeta, për shembullin njëjtë, do këtë vetja që je ti për nalt, ti nuk shumë non për 10 raste më thonë nuk hin botës së startupave. E përpara unë e mojnë men ka pas shumë njerëz që kanë hin botën e startupave, se kanë pas më holt të rrogën, mundësit ju konë më të pakta, kështu që në qëtë aspekt menej që taktika, outsourcing, anchors up, në farë mënyre jena të ndiku negativisht se na po bim rrogat mira, do me thonë u rrit thresholdi për më bo entrepreneur. Në qëtë aspekt në shtajna të bo keq, po tash kushin hinë ma seriozisht. Që unë e këmë dëgju një fakt që në RBK numri biznesëve që të reja që kryojnë çdo vit ma i malë se vitin tjetër. Do me thonë lloji lojtarit të ndërmarrësit ka ndrru, formati i tij. Do me thonë s'kia si testus. Na shtojnë ma serioz, se shumë storie nuk i nim mo të çatyne që i mojnë men për 10 vite. Kështu që tu kthy tash te ekosistemi, unë mendoj që e kena një ekosistem, shumë njerëz din me thonë ja valla nuk kemi bashkëpunuar se sene, këtë jenë halon fazën e vetërritjes. Anchors up so e boni zyrën e re, taktika halo tu sfidu me çat problemin për shembull që ta përmena me AI me. Secili jena çat far bote, edhe unë kusar kum pas nevojë për ndihmë, çato hera që kum pas ku mujt me kontaktu ty, ato, edhe këtë një kënë të hapën. Menej që edhe ti ke pos përvojën e njëjtë. Kështu në aspektin e organizimit, s'menej që jena aty, po nuk ka nevojë nështë ta me konë. Mujna mu përmirësu në aspektin e organizimit, ka do entitetit që du të me bo punë matë madhe në këtë aspekt, po menej që për qasjen informat ki balë, veqa ki nevojë. Veqa je i gatshëm edhe me absorbu edhe kështu me lyp. Gjithsesi nuk është një mënyrë me arrit drejt të suksesi i ndërmarrësisë kështu. Mirë po, unë edhe te edhe disa kolegë tjerë që i njohim, na kemi punu, e përmene ke punu edhe kamarjer, ke punu edhe në botën e konsulencës, njëjtë edhe vllau. Edhe i keni marrë disa aftësi, nështë e keni pa disa gabime, mënyrat të udhëheqjes që po funksionojnë, që s'po funksionojnë, që a doni me adaptu. Po e përmende pak se edhe unë e kom vrejt atë, unë kom mentoru startup një CK që 10 vjetë prej që jam këthy prej Amerikës, dhe në fillim ka pas shumë startupe, mirë po, nështë ta me thonë, mosha mesatare tyne ka qenë 19-20 vjetë, që kanë një ide që janë ende në fakultet, nuk kanë gjithsesi kapital me shty, nuk kanë eksperiencë, nuk kanë diversifikim mjaftueshëm të ekipeve të cilët din me punu në aspektin teknik, po din edhe me qas tregun, me gjithë edhe klientin se zgjidhja ma mirë është që zgjidh një problem në treg. Dhe tash ka numër më të vogël që mund t'jetë atribum në disa aspekte, nështë edhe pse pandemia na ka hap një derë kështu të madhe që mund është me punu kudo në botë prej këto, për kej kompanit në botë, që ka qenë diçka shumë unifikuse për botën kështu. Por të marrë parasysh nështë kontekstin e këto, ato që ka, unë muj me pritjë që ato që ka e kom mësu vetë dhe që shkom ditë me bo, nuk muj me te të reguat rrugën tjetër që unë se kom kalu ma herët, që i këshe këshilu një ndërmarësi që ka një ide, po donë me u kysh nështë në botën në ndërmarësis, ku është një piknisje, ose që ka duhet me pas ata kështo? Po. Ndërsjetëll, kur ti kyqen ati rrugtimin. Po, une me folë për rastet që i kum po, që s'kan pas sukses, për shkak të qasis të gabume të personit, edhe po du, se kështu mesazhe dush mi dhonë zëre, se në ato s'po du me jasi. Por shumica që i kum po në të shtu, jenë tentativa të vëbekta. Kur nuk i serios, për atë tentativë, me dy mene mësi hen. Me dy mene asë decej nuk shuat. Me dy mene mëse bë këtë puna. Që kjo është kryesorja. Kur hen, do it properly. Une atëre edhe pëse më konë part-time, u konë part-time i shumë full-time erave këtu. 3 orë efektive, 3 orë outreach. Tjetra që është, se me produktizu një ide është shumë letë, edhe menej që shumica njerëzve mujnë me menu, ok, po du me ofru shërbimin e social media. Tani, ku njerëz qalojnë është pjesa e me gjithë klientin. Qëto, kum po shumë raste, si me gjithë klientin, si me gjithë punën, që dërzohen shumë heret, edhe prap lidhet me qëta aspektin e nuk i një seriozisht kësoj pune. Nuk mund është me thonë, kum lyp klient, s'kum gjetë, kur ki kontaktu 100 veta. 100 është kur gjo. Unë e mojnë men që atë në fillim të taktikës ka 10.000 mu i kina kontaktu. Tani dikur hypshim 20-30.000. Nashta sens kena dit, po kena testu gjithë shka. So i në konë shumë serios për tentativen. Kështu që një
hini ç'është duhet, mos hin tentativ të vëbekt, veç me neje a je really serious about this, dhe e dyta shitja ka me konë element tepër i rëndësishëm, mëso me bo tentativa shumë, edhe aty aplikant tani ajo ligji numrave të mëdhej, që kjo vlen jetë edhe për aplikant për puna, dush me aplikun ekstrem shumë puna me gjithë një punë të mirë. Përdен, jena të folë qindra, mira. Edhe lëp ndim, zdi me bo sales outreach, kontakta, shkryj jetës, veç lëp e sales development representative për shembull në LinkedIn, ki njerë që e bojnë që të punë për kompani shumë dhoja. Veç tu hej, qysh bëj për lip një klienta, okej, bojmë email outreach, unë e di me boj email outreach. E çka bëni ma shumë aty, i kontaktojmë çka vetan muj, okej. A personalizani po. Literally senet thjeshta. Adin që e thash fillim aspekti i taskave, është një numër i taskave që dush me bu mirë edhe ekstrem shpesh. Po, me qatë konsistencën edhe veç po t'inglan që nuk është bashkë veç mos me bo punën, mos me qu mesazhin e gabum, nuk është not hard work. Nuk ka Amerika kushte asnjë lloj suksesi pa përkushtimin e duhur edhe mira kontakte, hours of work. Veç punë përkushtim edhe me konë serios për qëto. Po. Blendrit me krejt këto që e thamë, qëfar plane kene kështu për të ardhmen? Ku jene tu shku? Taktika janë dy potenciale që i ko, ose jo e na hek komplet për biznisit, që e mërit me konë i drejtim, që jena sy qelë për, edhe tu përgatit për, ose mërit me use AI për me morë shumë klienta. Ku ka self-service klienta, tani do hybrid, do fully managed, po fully managed janë tash vlera shumë e madhe personit. Outsource me që grupin që e kemi, edhe ajo mundet me shku në dy drejtime, mundet mës me dhejtë shumë, ose mundet me bo një kompani që hire, që staff mira persona, literally. Se është model shumë i mirë që shimi ty e qasa saj. Na tash kohë nëne ku bëjmë të mënu me fokusu shumë është një të mu siguru që të drejtimet e qëtyre dyja fshkojnë që shduhet, iniciativat si Gigu me morë. Ajo për momentin nuk jam i lumtur me që shëko drejtimin, jem të mënu mja gjetë një format të ri që funksionan, edhe finally që jena të mënu, dhe që kjo është seni ma interesant është, kemi thonë, hej, që shtu ty testu ka një, ka dy, me bo me dështu, po morim konkluzionet noja, kemi thonë, a diqka, pëse s'pe bojna një farë si venture studio, ku i testojmë ka 10 sene për një herë. 6 muaj, 10 projekte. Është shumë punë, mi bo 10 për një herë, tu e di që i kia dhe qëto sene që i folja, po me bo një ekip vogël edhe me testu prototipe, mi qitë në treg, nuk dhezin, non dështej një moje, shtej 10. Qëto jena të dosh me testu qëtash, kejt vetë, është kjo, s'kena një farë financing a diqka, po produkte që kena mundësi me i testu. Jo investimet mdoja, diqka. Që kjo është një sen që jem shumë excited se është tamam entrepreneurship që kemi qef me bo. Me prute një nivel, me mujtë mi shit disa, qështu. Edhe mu bo një farë fabrike e start-upave. Fantazi. Blendrit, faleminderit shumë, ju prifse mbara në këtë planet tutje edhe diri këto, që me këtë punën që shkeni orë, faleminderit për diskutime me shumë autentik, shumë të hapur me vlerë, me plot këshilla dhe mësime zat rrugës. Faleminderit shumë jetë që e të bo për momentin për ndërmarrësinë Kosovë dhe për trit është shumë vlerë e veçantë edhe jemi shumë krenar që të kemi ty edhe ekipin e juj. Faleminderit. Faleminderit.